Ky emision u mundsua nga Efesus Travel, Pavin Kafe, Italterm, Aquavita dhe Go Plus. Një emër që kur nuk mund të shkëputet nga ushtria çlirimtare e Kosovës, nga trupat mbrojtëse të Kosovës dhe nga forcat e sigurisë së Kosovës, është Rahman Rama. Prej themeluesve të UÇK-s, i transformuar në TMK, komandant i forcës së sigurisë së Kosovës, komandanti i parë i ushtrisë së Republikës Kosovës. Rahman Ramën e kam studio për të folë me të më shumë si ushtarak e me pak si politikan. Do të përpiqem ta njohim përtej uniformes, përtej kontributit e tij për cilin din shumica e njerëzve, për angazhimin e tij në politik dhe synimet që i ka si deputet, eventualisht ministër i mbrojtjes, në një qeveri të ardhshme të krijuar nga Zoti Betri Hamsa. General, mirë se erdhe. Mirë se gjeta. Kam shumë knaqësi që po flas me ju. Shumë edhe për mua, faleminderit. Unë për vete, si gazetar shumë vjeçar, ju njeh gjithmonë në uniformë dhe kur ndryshe. Madje kur keni dalë prej ushtrisë, mu ke dok pak maj vogël në krahasim me si të kemi njoft. A të ka bo uniforma më dok maj madh, apo të ka bo uniforma që është uniforma e ushtrisë së Kosovës? Realisht unë, ma të madhë ka bo gjithmonë uniforma dhe edhe shërbimin ndaj venit dhe ndaj atë dheut dhe kam nerin edhe privilegjin që unë kam arrit në mosh, atëherë më konë maj vogël, realisht edhe kështu edhe fizikisht, kam qenë i ri në atë kohë dhe mu uniforma më ka bot madhë. Shërbimi më ka bot më të madhë se sa që jam në fakt. Dhe ideali më ka bot më të madhë se që jam edhe qëllimit dhe fatbarësisht kemi arrit në atë qëllimin edhe qëllimin tonë që ta gëzojmë sot lirin. Ju në uniform keni ma shumë vjetë se sa një civile. Realisht po. Realisht po. Dhe nëse i ke rreth 30 vjetë. Pravërsisht po. Në uniform. Nuk po thëm gjithmonë vitën 90 në uniform, se ka qenë situatë tjetër kur është dashur të kesh edhe civil. Tjera, po. Por si e bën dallimin e asaj jete me këtë që e ke tash, në jetën civile, dhe si është jetosh me rregulla strikte për fshir uniforma? Realisht, për mu ka qenë e vështirë kjo pjesa tash ku jam. Unë jem rritë, dëmë thonë, me uniform, edhe fillimisht është e vështirë, paka shumë, sepse jeta ushtarake, jeta në uniform nuk është e lehtë, i ka do rregulla strikte, dëmë thonë, edhe në sjellje, por edhe vetë vjen edhe rregulli, disiplina, zgjimi, fjetja, ushqimi, janë shumë elemente, përgatitja po ashtu dhe fizike. Por realisht muna me thonë tash kjo pjesa tjetër, është shumë e lehtë, pak se nuk ka shumë orara, vëdin. Edhe munësh edhe pak edhe ku vete milione shoqënise, atëherë ka qenë tjetër, sepse ushtarake ka një qëllim edhe një synim me arrit ato çka dënë me arrit. Dhe është i fokusuar vetëm në atë çështjen edhe në interesin që për venin, për uniformën, që të gjithë varësitu që të pregaditën edhe të janë të gatshëm të shërbejnë venit. Kur do, në çfarë do kohë, çfarë do momente që ka nevojë qytetari, por edhe shteti i Kosovës. Jeni prej fillesave të para të idesë se Kosova çlirohet me luftë. Unë realisht e kam pas këtë bindje dhe këtë
edhe mbi bazën e kësaj bindje kam vepru. Unë po mbjet shpesh tash me e përmen, po unë kom pas fatin që kemi lidhje familjare me familjen jashore. Aty desha të dalë. Dhe aty unë i kom marrë hapat e parë. Kanë qenë inspirimi jem, motivi jem. Dhe unë nina shumë i ndërrunë dhe shumë krenar që i takoj fillimisht si familjar, po tani jo vetëm familjar, por edhe shok të idealit dhe qëllimit për lirinë e Kosovës. Dhe ndina shumë i ndërrunë që kom pas udhëhec në këtë rast Adem Jasharin, e Hamz Jasharin, e grupin e Drenicës atëherë që kemi pas, sepse mbi baza realisht që këja ka fillu mbi baza shoqënore, familjare Natyrisht besimit fillimisht. Dhe besimin që është i pa diskutueshëm. Dhe që prej atëherë, domethënë kam filluar jetën e ushtarakut dhe kom pas qëllim dhe jem kon shumë i bindën që një ditë ka më ardhur edhe liria e vendit. Pavarësisht se ne kemi pas humbje, kemi pas procese të dëmshme, sidomos edhe zhgënjime momente të caktuara, sidomos mas ramjes edhe vrasjes ose pas luftës në prekaz, sidomos në familjen Jashari, ka qenë një farë doze e zhgënjimit se çka ka më ndodhur. Mirë po, falenderu shokëve tjerë, miqve tjerë, e bashkëluftarëve tjerë, prap kemi fillu. Kemi fillu edhe me një motiv shumë të madh, e me një ideal shumë të madh se sa dhe fillimet e para. Para një 5-6 vjetëve, më duket për herë të parë kam botu, kam bën historie nga aktgjykimi i gjykatës së qarkut të Prishtinës, gjyqtare Danica Marinković, kur është dënu Hashim Thaçi në mungesë dhe bashkëluftëtar të tij. Dhe bëj fjalë për një sulm në vitin 1992, kur ishin vrarë disa polic serb. Ndërkohë aso kohë diskutojnë në popull gjithandej se ka dalë një farë dora e zezë. Dhe se këto aksione që po bëhen kundër policëve, po i bëjnë vetë ata për të arsyetu dhunën ndaj shqiptarëve. Besoj keni dëgjuar dhe ju këtu. Po patjetër. Si ju ka po mundni kur ju keni qenë pjesëmarrës në këto aksione, dhe ndërkohë nesër me në këshit kam folë sikur diçka tepër e largët se çka është të mund. Po për një pjesë njerëzve ka qenë pa imagjinueshme. Ju e dini edhe ato propagandat e serbe që kanë qenë që Serbia ose ish Jugoslavia është e pathyeshme, edhe nuk kam besu shumë njerëz që ka djeme vajzat Kosovës që ja kthejnë pushkën Serbisë. Dhe më kujtohet në 92-ën ka qenë në Drenas, domethënë aksioni i parë në farforme. Dhe unë e kom marrë pjesë në disa aksione bashkarisht edhe me komandantin legjendar, por edhe me shokë tjerë. Po, je letra, je në dokument. Por problemi është, unë personalisht, shembull një kohë kam lëviz dhe kam shku nga Mitrovica në Skënderaj. Dhe tu shku në autobus, në fakt, unë i dëgjoja njerëzit, do të thonë tu folë që ata nuk e dishin realitetin, edhe thëshin, ja, qësh është e mundshme që një familje, një njeri me bon këto, ata me siguri janë, ka qenë një farë i lep me sa, di une një komandant i stacionit policisë aty dhe une i dëgjojsha ata. Edhe unë isha në temen mi ju kallëzu si me rotla që thëmë na dhe mi ju tregu që eksistën, edhe është një realitet, po nuk e kishe edhe mundësin edhe hapsiren edhe nuk u dashke me folë për shkak me inkriminu vetën. Arsye, por më kujtohet një rast edhe i thash, po bre, është e vërtet që po thënë ju, po ka me dalë diçka krejt tjetër. E atë personin që ka thonë, e kom njoftu në personalisht, edhe ka qenë i rrethit Skënderajt, dhe mas rastit në prekaz, e kom pa atakue, edhe në fakt, ajo erdhe unë edhe më tha, unë falë tha për ato fjallë, tha e kom marë si të mirë qenë, edhe nuk kom besu, po tash po besoj, edhe tash aj, ka qenë një ndër luftarët më të mirë të Uçakës. Nuk po du me përmend emra, po ka pas kësi edhe teori konspirative, edhe mos besim, edhe frika normal që ka ekzistu,
po gradualisht kemi arrit me përfitu atë besimin. Juve ju kujtohet që neve një kohë në kanë qujtë edhe organizatë terroriste, e dore zgjatur e Serbisë, e si është e mundur një familje me dalë, më kujtohet dhe qysh është e mundur, qysh po guxojnë ata, qysh mundën më leju ata me dalë me armë, në shpet vete, me dalë në përkatun të vetin. Ka pasë asi që kanë thonë spion? Po, pikrisht, unë gjithmonë ato i linë që e përmena më kujtohet që ka qenë si komandant atëre, në Skënderaj, ta janë njerëz të Ilis, nuk kanë të bujnë me diçka tjetër. Por, si do që djetë, në fatkeqësisht ndodhi që është ndodhi, por vepra e tyre, gjaku i tyre, janë themeli i shtetit. Mbi të gjitha, kjo është më rëndësi, që sot gjeneratat e reja pegzojnë lirin, fol gjaku të derdhën. Unë vetëm tash po dëgjojmë gjithçka, edhe fjalë të lloj-lloj. Edhe mu vje keq që disa njerëz e fynë dhe ofendojnë luftën e shajtë të ushtrisë shërimtare të Kosovës. Nuk e di çfarë ndjenja shkanë dhe çka është interes, por nuk është gjithçka politik. Gjaku i derdhën, qoftim i dëshmorëve, qoftim i martyrëve është i shajtë. Lufta mundi sakrifica se cili duhet mu respektu, është e shajtë. Do një fakt duhet me e branu që ka njëra po harrojnë se edhe një farformë o dash një pole të rejtë me dalë me na tregu se rrugtimi i UÇK-s nuk ka qenë vetëm. Tash në qoftë se shohim tash procesin në Hagë, që për mua është një proces pura politik, mas pakti ka drejtësi, po si do që jetë, unë na duhet me pranu një fakt, që ne nuk kem arrit të shtyrojmë vetë Kosovën. Por është një fakt tjetër që rrugtimi jonë ka ardhur me miq dhe me partner, e sidomos me partner ton strategjik, dhe në atë kohë kem arrit me kriju besim edhe partneritet me miq edhe me partner, e rrugtimi jonë finale ka qenë liria e Kosovës. Dhe këtë fakt s'duhet me harru. Hajde edhe për mua, për njerëz të tjerë, mund të thonë edhe diçka tjetër, e i përballojmë se jemi gjallë, e mbron vetën. Aja pjesa tjetër, nuk guxon aja është e shajtë. Po nuk është vetëm lufta e fundit. Po këta duhet me e kuptu, këta njerëz, duhet me kuptu që na kemi derë gjak mund të sakrificë brez pas brezi. Pse është ka që letë mi u fy juve, general? Pse është ka që letë mu qu me ba punim shkencor, gjoja, se UÇK-ja është e financuar nga krimi organizuar nga droga? Jo. Pse është ka që letë, pastaj ju me pranu këtë, si të mirë qenë, me reagimet të leta, deklarative, dhe me bashkjetu në një ambient, qoftë në Kuvend Kosovës, edhe ju, edhe autori. Jo, e para financim. Është kjo ideja e asaj lufte që ka ndodhë, e cila në thelb na mundson sot me pas edhe lirit shprehjes, edhe lirit lëvizjes, edhe lirit të mendimit politik, po dhe të budallakut shpeshherë. E para se për këtë financimit unë e di që edhe du me i falenderu publikisht që ndihmën më të madhen e kemi pas prej mërgatës diasporës tu, që po ta garantoj që pa ndihmën e tyne ne as luftën s'kishim mujt me zhvillu. Por ka pas njerëz edhe këtu të vullnetit mirë dhe që kanë pas qëllime edhe kanë pas ideal dhe kanë besu në shlerimin e vendit. Dhe kjo sa i përket onest financimit, burimin kryesor, e kemi pas diasporën. Ajo nuk ka dilem. Ajo s'ka dilem, po. Unë e di që ka njerëz. Jo, po nuk e para, domethënë, kjo është realiteti i financimit dhe unë e di që ka shumë njerëz që edhe kafshatën e gojës e kanë da për luftën. Lufta nuk bëhet vetëm me pushk, po bëhet edhe me të tjera, me të mira materiale, me ushqime, me gjitha këto, po s'po duhet me hi shumë në detaj. Pse është kaq e lehtë? Unë nuk e di çu shpemare njerëzit këtë farë kurajo, këtë farë guximi, do të thonë me lume ndjenjat njerëzve, por edhe me lu dhe me gjakun e derdhën. Ata duhet me kuptu që na kemi edhe familje, kemi edhe rreth edhe miq edhe shok dhe dikush lëndohet. Por duhet me kuptu që edhe na kemi ndjenja dhe
pse nuk kemi fol na, është krejt një tem tjetër se ne në fakt kemi mendu, unë personalisht pakten, edhe shumë bashkëluftarët kemi mendu dhe kemi këshyrë lojen prej tribunave, nuk kemi përzi në pjesën se si zhvillohet loja. Dhe gjykimin e kipa prej larti e gjykon krejt ndryshe, po kur t'ish në loj, e gjykon krejt ndryshe. Dhe këta njerëz fatkeqësisht për interesa, po thëmë edhe politike, po edhe interesa nashta edhe personale. Unë e kuptoj edhe çështjen tjetër që tash në fakt shumë njerëzve ju ka met nashta edhe marak me qenë pjesë e ushtrisë shërimtare të Kosovës edhe e asaj kauze. Mirë po, as nuk kemi pas drejt, as me e mohu, as me e pohu, dera ka qenë e qelë për gjithë. Dhe këtu duhet me e kuptu që ushtria shërimtare e Kosovës ka qenë ushtri vullnetare. Dhe kush kujna nuk ka pas drejt as me andalu, kush ka guzu ka ardhë. Me a imponu. Kush ka dasht ka ardhë. Kush ka kush ka guzu në fakt. Po, s'pa thomën e bash ashtu, po, si do që tjetë, kjo ka qenë ideja dhe qëllimi. Tash, unë e kuptoj edhe demokracinë, edhe jetën sot, edhe ka mundësi, edhe, po jo gjithë shka. Se na pe e marëm këtë demokracinë, se demokracia është gjithë shka që du është ti me folë. Mirë po, unë e kuptoj lirinë e fjales, dhe absolutisht nuk duhet as t'ja mohojmë kërkuj, po janë disa çështje që nuk guxojmë me prek aty. Janë të ndihshme, janë emocionale. Me tregu respekt. Edhe duhet, patjetër që respekti duhet me qenë maksimal, se nëse ne ata si respektojmë, e nuk i nderojmë, e ardhmja jonë është. Edhe një pyetje të fundit rreth kësaj çështje. Si u bë general që 25 mas lufte, 25 vjet pas lufte, ju në një farë forme, jo, është e rankje që po thëmë, po me arrit turma me i bo njerëzit që kanë luftu me unitë të turprum. Dhe me arrit nështë udba, që unë i thëmë udbë, kur do, pavarësisht që nuk ekziston më si emër i shërbimit të atëhershëm të Serbisë dhe të Jugosllavisë, me arrit mi u mujtë. Juve ju thot dikush fjallët matrona, dhe ai që i ka këto shprehje, matrona i merr 70.000 vota në këtë popull. Qa të ndodhë me neve? Jo, këtu realisht, na dhe prej natyres punës, paka shumë, kemë ma shumë informacione se ka vinë burimet. Dhe është pikrisht aja që e thajë, dhe më thonë që këto fyrje, këto ofendime nuk janë rasisht. Janë të gatune. Janë të pregaditne, të gatune, dhe fatkeqësisht, qaja udhbe që e përmenet, i ka rojtë ende këtu në Kosovë. Dhe ne kemi kuptu këtë punë. Mirë ba, e ke po, kur kryohet një farë fryme, është këtë gja probleme me e nalë. Pa e frymë, diku e ka një zanafil. E ka pikrisht. Janë fjallet e përzgjedhuna, që i përzgjedhin ata, që mbeten në mendjen e njerëzve, si me thonë, Kosova është katru. Këta e kanë përdor. Kështë tregim i sërbë. Absolutisht po. Tash po du me thonë, kujtohet ai Dobrica Qërsiqa, që ka pasur në ai akademiku i famshëm i tyre. Aja ka thonë që Kosovën me luft kur s'më ne marim. Por, për me arrit në qëllimin edhe me pas qasja atje, ne duhet me e shoh gjakon edhe luftën e UÇK-s, po të njëjtën kohë, ne duhet me bo çmos që me dëmtu raportet, ose me i prish me mish e me partner ndërkombëtar, e specifikisht me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe kjo është ka ndodhur. Fatkeqësisht ka ndodhur. Kanë medale dhe shumë çështje dhe shumë njerëz kanë mu zbulu për ato çka ata i kanë thonë. Nuk e di qëllimet se pse i kanë thonë, a kanë pas në interes personal, a kanë pas në kuptimin e xhelozisë që i ka met marak me kënë pjesë e kësaj, por kur gjë të vjetre thonë kur gjë nuk jetë për atë dyja, në krejt këtë dyja kemi i pagu, dhe të mirat edhe të këqia. Sigurisht që po, kemi njerëz të arrestuar nga Prokuria Speciale, të cilë detyrë kanë pas me prish tregimin për Raqaqun. Po, në qëfëse shumë e bojmë një kronologji dhe në këto që e përmena, shkojmë aty. Dhe me thonë,
sharjet, fyrjet, ofendimet, ndaj luftës dhe ndaj gjakut dhe mundit e sakrificës, edhe raportet që kemi sot me meq edhe me partner. Po që këto nuk kanë ndodhur rasisht. Këto nuk janë rasisht. Si u be ushtria, general? Pyetja 1 milion që u ke. Ushtria... Se sot njerëzit flasin, bëjnë fushat elektorale, se qysh ata tjerët nuk kanë investu në ushtri, ndërsa ne po investojmë në ushtri, duke harru faktin se ushtria e Kosovës ka një plan 10 vjeçar të zhvillimit saj, në ditë, në javë, në muaj, në vite, të detajizum, të cilin nuk e ka lënë dot, apo ja? Edhe në bazën atij plani është edhe ky zhvillim. Po pra, kisha pas që ju keni qenë në proces. Unë e di që keni qenë në proces, në se cilat detaje që keni pas. Qysh e bëhet ushtrinë? E para, unë po flas prej transformimit të ushtrisë qëllimtare të Kosovës në TMK. E para, kemi qenë proces të transformimit, demilitarizimit të ushtrisë qëllimtare të Kosovës. Djenë matron nuk kom pas se sa kur e kom jeku atë ambleme në ushtrisë qëllimtare të Kosovës. Dhe në atë kohë kemi marrë vendim, ose është marrë vendim, bashkarisht me miqe me partner, që transformohemi, demilitarizimi, dhe më thonë edhe të kalojmë në një institucion që ka pas edhe mision civil edhe ushtarak. Dhe gjithmonë të marë për bazë edhe nevoja që i ka pas populli i Kosovës dhe shteti i Kosovës, edhe pse nuk ka qenë lehtë me e pranu që se na kemi pas krejt ide tjera, qëllime tjera që me e bo një ushtri, sikur kohën e lindjes, me kaq ushtar, me që kaq oficere, me gjitha ato. Mirë po gradualisht, ne kemi koordinu shumë ngusht me partner, po sidomos me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe arriti me bëhat demilitarizimin, që nuk u kon procesi lehtë, ka qenë procesi dhemshëm, ka pas sfida, dhe në gjatë rrugtimit tonë. Dhe më kujtohet, atëherë kemi pastru edhe gërmalla, automjete, gjithë shka tjetër. Dhe këtë kem pas edhe të tjera që s'keni bu kur gjë e shutu që kënë, kur s'keni mu bu ushtri, gradualisht, por ne kemi kuptu sepse kemi qenë në koordinim, bashkëpunim të mirë fill dhe të sinqert me partner. Dhe konë hapi i parë, dhe në që Kosova ka nevojë, dhe ju kujtohet dhe kemi pas një standardin 8 me e plëcu, në atë kohën kur kanë qenë ato shtyllat e unmikut, dhe kemi arrit me sukses me plëcuat standard. Dhe kemi bërë tani edhe një transformim tjetër, transformim prej TMK-s në forcë të sigurisë. Që kam pas, se di ju kujtohet 2013, tash kalimi prej TMK-s në FSK dhe ai ku në proces sfidus. Ju kujtohet kemi pas ka pak edhe protesta. Dhe nëse një pjesë e madhe nuk kanë mujt me i kalu ato testimet, verifikimet që kemi pas, po gjitha këtu i ka bo ekipi i NATO-s, dhe më thonë, ne kemi ndihmu në proces, kemi ofru dhona, aqë sa kemi pas mundësi, mirë po vendimars një farforme u konë vetë ekipi i NATO-s që ka pas përgjësi për shkak partneritetit. Absolutisht po. Se ju ja keni besu ushtrinë e Kosovës me u kriju me standardet. Dhe kemi besu në hapat që i prej marëm për një tardhme më të mirë me qëllimin që me arrit të aja finalja. Edhe aty kemi pas sfida dhe kemi arrit edhe me bëhat transformim. Dhe më thonë, një pjesë e madhe, më kujtohet që në atë kohë, unë kam shku në për gjitha kazermat, edhe kam bisedu me secilin, edhe të bimet të ndryshme, i kam të bu me oficer, me nën oficer, me ushtar, dhe i kam të regu realitetin. Gjysma jo nuk s'kemi qenë pjesë e kësaj. Ju garantoj që kush nuk i ka ditë se a ka me qenë, a s'ka me qenë. Dhe ndodhe ai transformim. Pat një ku paknaci, por e kuptun edhe ata që ishin të paknaqën. Po edhe ligji për pensionim parakoshëm të pjesëtarëve. Edhe ligji për pjesëtarët të TMK-s. Dhe një farë stimulimi ka qenë, jo ku me di se sa kanë merituar ata njerëz, kemi sinqert, por kemi vepruar mbi bazën e kushteve dhe rrethonave të asaj kohe. Dhe kemi filluar transformimin.
Dhe është bo transformimi në Forcë Sigurisë Kosovës. Që kujtohen 2013 ne kemi arrit ato kapacitetet e para fillestare. Dhe këtu e kemi pas ekipin trajnues të NATO-s që ne kemi bashkëpunu ngosht me ta. Dhe kemi arrit 2013 me arrit edhe kjo kon, si me thonë, prova e parë se sa e kemi na, sa jemi të sinqert, sa kemi qenë të besueshëm për partner. Na kanë dhënë edhe përgjegjësi. Në 2013 kemi arrit me bërë kapacitetet e para i quajmë fillestare. Dhe në atë kohë ka ardhur Komiteti Ushtarak i NATO-s, na ka bërë vizit, më kujtohet e kemi pas një ushtrim të madh dhe kanë qenë pikërisht deminimi, kërkim shpërtimi, qoftë ajnuj, qoftë në urban. Kemi pas me AKBK-n, është njësi kimikale mikrobiologjike, inxhenjerët ose njësia gjenjës, dhe këto kapaciteti ka pas këfore, dhe me automatizëm kanë kalu në të Forca Sigurisë Kosovës. Gjithmonë po thëmë bi bazën e planit që kemi ndërtu për bashkë, dhe ata kanë vlerësu me gjitha vlerësimet e tyre që nga ona e Komitetit Ushtarak të NATO-s ne janë bardë të Forca Sigurisë Kosovës, po në këtë rast të Kosovë. Dhe procesi tjetër final, dhe më që ka qenë që edhe kjo pjesa që arritja kapacitetet para fillestare ka qenë një lloj standardi na që me kalu në fazën tjetër që me ndërtu ushtrinë e Kosovës. Dhe në 2018, si që dini, dhe më thonë ka në fakt në 2010 dhjetor, 18 dhjetor, 2018, jenë aprovu ligjet në Kuvendin e Kosovës. Në fakt, në fuqi kanë hyme në 21 janar 2019. Dhe ne kemi punu bashkarisht me miqë dhe me partner për 6 vjetë me ndërtu një plan të gjithë përfshirës të tranzicionit. Kemi bërë shikimin e sektorit sigurisë, që është shumë rëndësi. Kemi ndërtu doktrinën, manualet, me shumë dokumentet, të fillu edhe prej ligjeve. Dhe kemi arrit gradualisht të ndërtojmë kapacitetet. Ato që kemi pasi, kemi bardë, por kemi fillu edhe pjesën tjetër profesionale, gjithmonë të u bazu në mision edhe në detyra që i ka ushtria e Kosovës. General, ju keni qenë në ushtri, keni qenë komandant, dhe nuk keni folë në publik, derisa këtu zhvillojnë një debati madhë rreth krijimit të ushtrisë. Kishte qëndrimet e ndryshme, nuk mund të bëhet pa ndryshime kushtetuese, kishte deklarata që kjo duhet të futet në kuadër të marrëveshjes me Serbinë, si kusht krijimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe, diskutimet e lloj-llojshme, ndërkohë ju ishin në një proces të krijimit të ushtrisë. Tani, si ka shku ai proces dhe si keni pa këto deklarimet publike të lloj-lloj eksperti rreth kësaj çështje? Problemi ka qenë që shumë deklarata ose shumë mendime që kanë dhënë njerëzit e tjerë nuk kanë pas idenë se çfarë është ka ndodhur mrena për mrena. Po pra. Dhe qëllimi kryesor i jonë ka qenë që ne të punojmë dhe mos deklarohemi dhe kur vjen koha t'ju tregojmë edhe atyre, domethënë që kanë dhënë edhe deklarata dhe kanë dhënë informacione pa asnjë bazë, as idenë se ka pasur çka ka ndodhur. Ne kemi punuar me ekspert më të mirë të botës, që janë ekipi i Shtetit Bashkuar të Amerikës që kanë ndërtu ushtri që nga zerja në 47 shtete. 47 shtete. 48 po bëshim. Ne, që kanë fillu prej zerës. Ne kemi pas një bazë. Por natyrisht. Por që ne kemi bo rishikimin e sektorit sigurisë që e kemi analizu me detaje cilat janë rreziqet, prej çka kanoset, cili është rreziku kryesor që i kanoset Kosovës, cilat janë kapacitetet që duhet ndërtohen, sa është buxheti, se këtu njerëzit po thonë unë kam dhënë parë në ushtri. Është rregull në ushtri moderne. Nuk guxon mu bo ushtria barë e ekonomisë Kosovës. Dhe ju e dini që në atë kohë ka pas shumë nevoja më të mëdha Kosova, edhe vetë qytetari i Kosovës, se sa me e bleni një armë për e thënë. Sepse na duhet me e kuptu që na këtë proces e kemi bërë dhe na kemi pas fat që kemi këforen sot këtu dhe kemi natën këtu.
Dhe na kemi pas hapësirë dhe mundësi që mrena pa asnjë rrezik, ti ndërtojmë kapacitetet tona. Dhe këto Duke qenë sigurt prej mbrojtjes. Po ti ke qenë i sigurt, do të thonë ti e ke pas murin këtu dhe ke qenë i sigurt dhe ti ke vepruar mrena dhe kemi bon strategjie, 6 vjet kemi punuar në këtë drejtim për me ndërtu një plan që është i përballueshëm edhe për buxhetin e Kosovës, por që ne duhet me ndërtu një forcë mbrojtëse, jo një forcë që e sulmon dikë tjetër, dhe kem arrit që Kosova të jetë hera e parë, kem arrit që mos tjetë konsumuesi i sigurisë, po tjetë prodhuesi i sigurisë. Dhe këto kemi bërë fol bashkëpunimit në ngushtë me miq dhe me partner. Kemi arrit me kriju besim të ta që ne me të vërtet e kemi qëllim dhe dojmë me ndërtu një forcë profesionale mbi bazën e tonë e standardeve të NATO-s. Dhe ju garantoj se gjithçka që ka ndodhur, edhe gjithçka që është ndërtu, është bërë me koordinim të plot me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me vende tjera anëtare të NATO-s dhe mbi bazën e standardeve të NATO-s. General, po du me të pyet një çështje. Rreth deklarimit të partisë në pushtet që unë e quaj insistoj të regjimit të Kurtit në publik se sa po investojnë ata në ushtri. A mund na thush, na tregosh, na dëshmosh që secili investim vit për vit është i parapam në planin 10 vjeçar të ECS? Kush nuk beson, unë mund ja dho planin e tranzicionit. Dhe asnjë hap, në qoftë se ti don me hes, me miq, me partner, e me arrit qëllimin edhe synimin me kon pjesë e NATO-s, nuk mundesh me dalë jashtë asaj. Dhe mbi bazën e qëtij plane që kemi ndërtu, edhe me ndërlidh me ato që po është e vërtetë se na kemi pas, po them kështu të lashe, se a do të bëhet me ndryshime kushtetuese, po e kemi na gjetë modelin edhe formën me ligj. Fal bashkëpunimit, mbështetjes që kemi pas prej partnerëve dhe e kemi gjetë modelin se si me ndru mandatin dhe misionin dhe ushtria e Kosovës me pas misionin si kur çdo ushtri në botë që e kryen. E ke pas partnerin Amerikën, se për ndryshe i njëjti ligj kish me qenë bllokues. Absolutisht po. Se ligji interpretohet. Edhe aty për mrena ka qenë edhe disa standarde që u dashtë me i plotësu, qoftë edhe me personel, qoftë edhe integrimin e minoriteteve për mrena institucionit tonë, që ju kemi dhënë hapësirë edhe ju kemi dhënë mundësi qoftë të janë edhe oficer edhe nën oficer, dhe mbi bazën e këtyre plotësimin këtyre kritereve, ne kemi arrit me i bind edhe vendet jo njohëse që sot ende se kanë njohtë Kosovën. Unë personalisht kam shku dhe kam raportu ose kemi diskutu në Bruxelles edhe me grekt, edhe me slovakt, edhe me rumënt, edhe me vende tjera që s'ne kanë njohë. Dhe e kemi bu ma privat, po e kemi sharu planin e tranzicionit. Jo që na si Kosovë këna mujt me bo, jo që ka mujt ministri, po e marrë se di ku shukon atër, po ministri punëve t'jashtme, po ne kanë mundësu Amerikanët dhe Anglesët, po shprejmë kështu. Dhe ne kanë ullë ata në tavolinë dhe ne i kemi bind ata. Kanë thonë që na publikisht s'mund dalim, por me pengu s'penguj. E kemi padhon 2018 une i kom pos jashtë venit 6 muaj një ditë. 6 muaj një ditë? Një ditë jashtë venit. Vetëm për këtë? Veç për çështjet të ushtrisë. Dhe nuk kemi lonë, ka qenë atëre pra një ditë ma shumë se sa gjysma e vitit. Po, një vete këmë kalu dhe moj men, se ata stafi më thanë, ta generalit tha vitin e kalun, ose në 2019 mas e bonim atë festën e ushtrisë, ta 6 muaj një ditë i ke pas jashtë venit. Kujtu e zavens ministër ka qenë bërim Ramadani atër dhe aje e dinë sepse kemi shku në gjitha qendrat e botës, qoftë në Romë, qoftë në Paris, qoftë në Berlin, në Washington, në Bruxelles, në çdo vend kemi qenë dhe qëllimi kryesor ka qenë që na ta bëjmë një farë lloj lobimi. Po. Gjithmonë. Që kur vjen momenti mos me pas pengesa. Dhe erdhi momenti, 2018, erdhi momenti në lexim por, më kujtohet kam qenë në Gjermani një konferencë në Wiesbaden, është baza e Shtetet e Bashkuara të Amerikës, komanda kryesore e forcave amerikane në Evropë.
dhe kemi pas 47 shtete kemi qenë pjesëmarrëse. Dhe më kujtohet atë ditë, kur është marrë vendimi në Kuvend Kosovës, edhe po vjen generali Amerikan aty, po dhe generali Urime, thotë se Kuvendi ju i ka marrë vendim për plotësimin e ndryshimin e ligjeve, do të thonë për ushtrinë e Kosovës. Unë kisha pak si informacion se shkruishin mesazhe, po ati në erdhë mirë, po dhe edhe unë u merë mirë. Edhe tani shumë vene, Urime, suksesa, i kujtuat një deklarim i NATO-s, i sekretarit NATO-s atëherë. Toli kundër. Po, tha që nuk është bon në koordinim me ne. Ana ishëm me ekipin e tina aty. Edhe, po i thëm një kolegu tem, që tash është... Pse bërë atë? Nga mos s'ka qenë informuar, apo për ndonjë efekt të caktuar kështu politik? NATO e ka ekipin këshillus, NATO sot e kemi edhe në forcë, edhe në ministri. Po. Dhe nuk i pështon as i detaj. Mirë po, aja ka qenë ma shumë në kuptimin politik. Me i shëru disa por me i shëru paknatësi. disa reagime që mundshme të shteteve, që s'ne kanë njoftë Kosovën. Edhe për i thëmë ati kolegut, më thëshën njerëzit, Urime, sukses o boshtria, kur deklaroj aj, nuk më thire kushma. Edhe për i thëmë ati kolegut, thash që nuk del mu deklaru, Amerikan thash, une nuk thera në Kosovë. Dhe i kujtojt ambasadori Delavia atëre ka qenë edhe dha deklaratën janë nisën të më thirë mu Urime, sukses e më shela telefonin. Thash, ja, edhe para dite, kështu edhe mas dite, kështu, edhe mbylla telefonin. Realisht, qëre, unë i falenderoj mas parit të gjithë kolegët e mi, oficere, nën oficere, ushtarë, që kanë dhonë një kontribut të jashtëzakonshëm, që kanë kry një punë me profesionalizëm, dhe që e kanë dashur që Kosova me pos ushtrinë e vetë. Dhe gjithmonë të ju falenderu dëmën Shtetet Bashkuara të Amerikës, Britanisë të madhe, shumë shteteve tjera që kemi pos për krah, na kemi arrit që ta kemi ushtrinë e Kosovës. Unë e kuptoj edhe deklarimet se kush po merr prej mat, po nuk du me fol për këtë çështje, po për mua, po më shumë rëndësi, dhe unë e nina me fat që kam qenë pjesë e gjithë këtyre procese, me të në ato sfida, sakrifica, nashta dhe personale, për tej, kemi... 22 vjetë janë të plota, prej transformimit. Po, edhe ju garantoj që... Shtator 99, 22 vjetë, 30... 22 vjetë, veç qëllimi, ka qenë që me arrit të kjo finale, fatbashkësisht arritën në 2019. Plani gjithë përfshirës i tranzicionit është me ditë, me datë, me mujë, se çka ka mu arritë. Varësisht, bëhen të rishikimi, varësisht prej situatës, po jo në pikat kryesore, për çështje teknike mund edhe ndryshohet, mund të lëvizin. A do e marë 100 vetë, po them 100 ushtarë 3 në këtë vetë a vitin e ardhshëm, është pak më rëndësi, është detaj, është çështje teknike. Po jashtë kornizave, bazës, nuk mund del kush. Mundëm na me thone, mundëm me ble çka do, edhe mirë që po avancohet, nuk diskutohet, mirë po janë afatet kohore. Duhet me e kuptu që në 2028 ka mu bu një verifikim, një vlerësim i të arriturave të forcës e sigurisë Kosovës. Gjithmonë mbi bazën e rrethonave të krijuara. Nëse e shohim sot situatën, luftat që po zhvillohen rreth nesh, duhet patjetër që të bëhet modernizimi i forcës. Pa modernizim, ose lufta në Ukrainë, dërsa e ka ndryshuar komplet konceptin. Duhet me bo edhe rishikimin e sektorit sigurisë. Në 2028 po besoj edhe po shpresoj një farë forme si në 2013 kanë mu deklaru do kapacitete. Jam shumë i bindun, por që duhet bëhet edhe një rishikim edhe të shumë. Por çka është shumë më rëndësi, na peshohem tash rrethonat se po jetojmë këtu, o shumë rëndësi mirëqenia personelet. Këtu do të ndalemi pak. General, një kolegi juaj i ushtrisë, i FSK-s, një ditë më tha që realisht Raman Roma ka qenë edhe ministri i mbrojtjes. Dhe thonë autoriteti i tij ka qenë sipër se cilit ministër që sinqerisht nuk po them në kuptimin negativ, pejorativ, por
Ky lloj e kaluara dhe ky lloj autoriteti ju ka bërë më me peshë se sa vetë ministri. Unë realisht tash puna, angazhimi, besimi janë këtu është çështje krejt tjetër. Unë karrierën time 7 ministra i kam ndru. Me secilin kam kalu shumë mirë. Sepse ti jesh ministër i mbrojtjes, vetëm duhet që ata ushtarak ose çaj komandant që është aty veç ato me e pyet. Dhe obligimi i ministrit është vetëm me i siguru fonde, me bo një strategji, çka po dënaj me arrit për 4 vjet mandatit tina, integrimin NATO, kur gjë nuk ka tjetër. Më u marrë me çështje për te i ushtrisë. Dhe fatbarësisht unë kam gjetë mirë kuptim me gjithë ministrat dhe ne kemi diskutu. Për çështje të uniformën si jam unë, përderisa që jam këtu. Për çështje politike është çështje jote, janë nëse ka nevojë me të ndihmu dhe që e vlerëson që muj me të ndihmu, unë jam i gatshëm, sepse qëllimin e kemi të njëjtë, me e çu përpara këtë forcë dhe kam pas një mirë kuptim dhe i falenderoj gjithë ata ministra edhe që për bashkëpunimin që kemi pas. Por që njerëz mund të thonë gjithçka, por unë e kam pas vetëm qëllimin. Normal që i kam mbrojtë të drejtat e ushtarit, të oficerit, të non-oficerit, sepse ku në obligimi jemi. Dhe gjithçka që u konë në mundësinë teme, unë e mundu me e bo për ta. Mund kujtohet që mas transformimit na jemi konë lider në region. Qoftë me paga, qoftë me pajisje individuale, qoftë dhe kolektive. Jemi konë edhe para Serbisë, e para Shqipërisë, e para Malitëzi. Tash është pak më ndryshe, por realisht, jo, unë asnjëherë, unë jam njëri institucionalist dhe unë respektoj institucionin. Natyrisht, unë e po tash ndoshta puna edhe respekti që kanë posë dhe unë i falenderoj gjithë ushtarët e oficerët e non-oficerët për përkrojnë poshtë, vërtet kom pas një përkrojë edhe një respekt të jashtëzakonshëm që unë realisht jam mundu që atë respekt që kanë posë ndaj meje dhe besim që kanë posë ndaj meje, m'ja u kthy me atë mundësi që kom pas edhe përkraje që kom pas edhe prej institucioneve tjera. General, një problem që ka lind vitin e kaluar edhe që është bërë temë diskutimi absolutisht është mirëqenia e ushtarëve, për cilën folem pak, që edhe sot shpreh një shqetësim të vazhdueshëm. Ishte kriza me ushqim, me para, çështje të nderash. Pra ushtria jonë u bë temë diskutimi se kush e ka të nderin, kush duhet ta marrë, a kom i vjedh dikush do pare, apo i vjedh dikush do pare, pra u banalizu vetë ideja e mirëqenies së ushtarëve derisa flitet për pjata pasuli. Dhe ky pushtet ka arrit me bot temë diskutimi një copë mish, një gullash, një pasul që s'do duhe fare të diskutoj një gjë të tillë. Se ushtarët kërkojnë mirëqenie, kërkojnë ushqim të mirë, kërkojnë fuqi fizike për t'i kryer detyrat e veta në kohë paqe sikur të jenë edhe në luftë. Për me dalë të kjo, po du më ndërlidh, edhe me tregu rastin, dhe në tonë, kur është bë transformimi i TMK-s në FSK, ushtari i TMK-s e ka pas 96 herë rrogën. Unë jem konë njëri i dytë në atëherë në TMK, e kom pas 360 herë rrogën. Pagë që kom marrë më jore. Ushtari ka pas 96. Që paga jem ka qenë e dyta. Ju garantoj që atëherë ka pas edhe moral, edhe motiv ma shumë, se sa sot, në këtë kohën ku bërrim që unë përdhëm, edhe ashtë, më ka ardhë keq, edhe sinqerisht e kom nalë edhe televizorin kërë kom dëgjua çështjen e pasulit, që është absolutikisht së dashtë më diskutu, as ka pas nevojë më diskutu. Edhe ushqimin që kanë pas ushtarët, edhe kontratat që jenë bërë mbi bazën e standardeve të natës. Edhe aja është pjesë, logjistika është pjesë e ushtrisë. Standardin natës kërkon kontraktor të jashtëm dhe jo ushtarët me i përdorë si kuzhinier. Pa kemi pas brenda TMK dhe tonë e kemi ditë edhe në fillim të FSK-s furnizime kështu dhe kemi pas kuzhinier jo profesional. Pastërtia ka qenë një nivel. Dhe kemi marrë model prej natës, që këforin e kemi në Kosovë. Që tash kush do në të shkon në këfor, e shë kuzhinën që ka një kompani private. Nuk e di se kush
Kush do qoftë? Edhe ne kemi specializuar për ushqim. E kemi ndërtu qatë sistem. Dhe ju garantoj pyetni se cilën pjesëtar të FSK-s minimum i kanë pos 4 lloje të ushqimit. Mo këto sallata e gjitha këto tjera i kanë pos pa kufe. Dhe kështu aty në me sot di unë atëherë para një 4 vjetë ku në nera, dhe më thonë, për 3 herë në ditë po flasë. Mëngjes, dreka, zakonisht hanë. Unë e kom një vetën shumë keq personalisht, por edhe kom dëgju dhe shumë për njerëzve që më bë tem diskutimi pasuli e gullashe, po ham biftek, po mas pak i ka vybre ushtrisë të Kosovës kjo. Dhe është marrë për neve, për shtetin është marrë, me dalë me dëgju një kojshi jone aty me dhëmë balje, unë e kom dëgju, pa ja, ma që pëtani, qëfar pa i se keni, kur buks keni me hungër. Të mirëqenja është fatkeqësisht nuk e di sepse, po mirëqenja ushtarëve mungon. Unë edhe diku në një emision e thash, e takova një ditë një ushtarë nëse kom njët me kësi volta që apë bartin ushqime e këtu. Ushtari transport ushqimit tash. Po me asifar motorat vogël, volt. Edhe heku atë kapelen dhe më të to gjenalësia e mirë që e mirë falimderë to. Ta shek e lonë për se kanë? Tha jo, tha se kam lonë. Tha po jam, tha të punu punë dyqore. Ki edhe taksi që punojnë, ki edhe në për klubet natës që bëjnë sigurim. Dhe tash pe marëm kuptimin profesional. Si ka me qenë qaj ushtarë, kur të rëndë mas gjysmes natës, ose shkon heret në mëngjes, dhe pe marëm kuptimin profesional, dhe e ka me shku me pushu dhe në ora 8 ka me shku në punë. Në qëfar gjendje psiqike dhe fizike, është taj me kry detyrën dhe mandatin ose dhe misionin e vetë. Tash mirëqenia është paga e para. Pajiset individuale, qoftë prej qizmes deri në kapel, edhe arma personale që e ka, në qoftë se nuk i ka me standarde, nuk e njën vetën mirë, nuk është i gatshëm me krye obligimin. Edhe a është një standard i NATO-s, i një ushtrie moderne dhe profesionale. A din një ushtar i Amerikës i ka $12,000 ka vlerë veç pajisje individuale. Dhe në moment që ushtari i ka pajisjet individuale me standard, transporti, ushqimi, paga, ka që vinë ushtari. Në qoftë sa e ka ushqimin me standarde, në qoftë sa e nuk e ka problemin e transportit, se si ka me shku në shpek, kur ta krynë orarin e punës, sigurime shëndetësore, pagesat mas orarit punës, pagesat ose meditjet jashtë venit. Është mirë këtu ministri me tregu se kur ka qenë në trajnim në Shtetet Bashkuara të Amerikës për një vit, me ju tregu ushtarëve sa ka marrë meditje në atë kohë kur ka përfunduar trajnimin, edhe në t'ju tregon ushtarëve sa po marrin sot kur po shkojnë në trajnime jashtë venit. Ministri aktual. Sepse e ka krye trajnimin më të lartë ushtarak në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Nuk ta dim sa ka qenë meditja e tij. Ai më mirë është me tregu. Ai është më mirë me tregu. Sa është diferenca pra se tash është diskriminuar? Jo, ai ka marrë komplet meditjet, edhe pse ka pos, domethënë të gjitha i ka pos paguara prej shtetit amerikan, e ka jetu me familje atje, edhe ka marrë plus meditje. E tash vish që toni ty të tregon. A ndoni gjë tillë sa? Jo, tash asnjë nuk e kanë. Nuk ka meditje mo. Shkon në trajnim, kime i paguë njerëzit, ose ushtarët, oficerët, në oficerët paguajnë me shpenzimet veta për nevoja tjera. Atëherë kur ka qenë kë, e disa tjerë, që e kanë lënë edhe FSK-n, edhe që janë mrena aty, nuk ja u krijuan këtë mundësi. Se edhe ky investimi që e bojnë shtetet e caktuara për trajnime që e ofron, është ndihmë për Kosovën, janë parët Kosovës. Që Amerika nuk t'i jep lek, po investon ty. Dhe aty kanë kostën e vetë, ose në mund. Po gjitha investime dhe në fund të lënë, edhe bëhet aktivist politik. I një partije politike kështu. Në ndërgjegje të secillit, mu fatkeqësisht ka shumë njerëz edhe për shkak të mirëqenies, oficer të ri që kemi investu shumë, qoftë edhe mbrana Kosovës, qoftë edhe jashtë, që e kanë lënë forcën e sigurisë Kosovës, dhe pikërisht janë qëto. Meritokracia është shumë rëndësi.
në qoftë se ti ushtarin e oficerin nuk i trajton me dinjitet, nuk i gradon me kohë bazu në rregullore të brendshme, dhe ti e avanson dikon që nuk është i barabartë dhe nuk kryen detyra dhe misione sikur edhe tjetri, aty bëhet ajo thymja. Dhe mu u thy një ushtarak është shumë probleme e kthy mu. E fatkeqësisht ne kemi bos një numër konsiderueshëm gjatë kësaj periudhe që kemi investuar edhe mrena si shteti i Kosovës, por edhe me shtet partner ton dhe kemi bu gati që ata të shërbejnë dhe e kanë lëshu forcën e sigurisë Kosovës. General, një problem tjetër që është shumë i theksuar janë dorëheqjet nga FSK-ja. Mesatarisht me dhëna ka qenë më duket vitin e kaluar 11 në muaj. Dhe është numër shumë i lartë. Më veket që ai numër nuk është i saktë, a? Jo, nuk u nol ai numër, ai veç ka rritje, domethënë me ato që e thatë 11 muaj. Fatkeqësisht nuk ka trend të rromjes, por të ngritjes, se njerëzve që ose ushtarëve, ose nën oficerëve që e lëshojnë FSK-n, janë një pjesë e madhe që janë të pritë sepse i kanë disa limite ose disa obligime, se në qoftë se te kryen një akademi duhet minimumi një 6 vjet me shërbim forcë, dhe në moment që ata pe kryen që të obligimin, po them kontraktuale ose ligjor, ata po e lonë. Ata po shkojnë. Është mungesë morali kjo e ushtarëve tonë? Është mungesë morali, është mungesë motivi, është mungesë mirëqenia tyre, trajtimi tyre. Pra po them, në ushtri... Po më ata kur hy dikush në ushtri e din se ushtria i ka do rregulla tjera dhe ka një farë ideali kështu. Po me që atë në fundit duhet shkosh në shtëpi, me që do ushqim, me thjesht supa. Mirëqenia, meritokracia, unë e thash meritokracia është avancimi tyre në karrierë, se në ushtri ka karrierë. Po pra. Dhe janë afatet se sa kryen tin ose një detyrë që e ki bazu gjithmonë në përgatitjet tone profesionale me trajnimet që ke pas. Dhe përderisa një oficer rrin 7-8 vjet në njëjtën pozitë dhe nuk lëviz prej asaj pozite, ti ke thyr ato edhe moralisht, edhe profesionalisht, dhe plus mirëqenia e tyre me do pagat na pishohem se çmimet se ku janë dhe pagat janë që prej 2014-s domethënë nuk ka ndonjëfar benefite dhe njerëzit ta shpejgjojnë veten dhe ata unë ju garantoj se çdo pjesëtar i FSK-s, sidomos oficerë në oficer, e kanë përgatitjen profesionale që ja kanë lakmi edhe ushtrit e botës. Dhe ju garantoj që 90% të rasteve oficerët në oficerët tonë, dje me vojzat Kosovës, 90% të rasteve kanë qenë më të mirë në trajnime dhe me dëshmi. Kanë pas motivin, kanë pas moralin, dhe kanë pas mirëqenie dhe janë shku me dëshirë. Me zënë nuk mohat. Cilat janë planet e juja general për ushtrinë? Duke qenë se ju bë deputet në garën e parë. Realisht qëre... Dhe jeni prap në garë me numrin 7 në Partinë Demokratike të Kosovës. E para është mirëqenia. Mirëqenia e personelit të Forcës Sigurisë Kosovës. E dyta është modernizimi. Modernizimi mbi bazën e standardeve dhe nevojave që i ka, dhe që duhet bëhet edhe rishikimi e sektorit sigurisë dhe pajisjet të rivlerësohen dhe ta shohim trendin se ka zhvillohet bota, sepse teknologjia pa ecë për çdo ditë. Ka shumë pajisje që realisht tash nuk kryejnë ku me di se çfarë funksione. Të asaj kohë kanë qenë në rregull, po tash nuk ka. E dyta, që është shumë më rëndësi ose e treta në këtë rast, është të jemi pjesë e NATO-s. Dhe më thonë, unë e thash fillimisht, gjithçka është ndërtuar mbi bazën e standardeve të NATO-s, por janë disa parakushtet do standarde që ne duhet t'i plotësojmë. E pjesë që saj ndërlidhet edhe me mirëqenie të ushtarit. A jemi afruar larguar këtë periudhë me NATO? Unë mendoj bazune në raportet që i kemi, ne jemi largu se na janë të kemi kontakte edhe me miqe, me partnere që shërbejnë këtu dhe ka një herë lypin edhe këshilla, po dojnë me ditë edhe mendimin. Rasti përjashtimit nga ushtrimi Defender që ishte njëna prej... Unë vjeket se... Prej goditje që mori ushtria. Ne edhe për para, kur kemi pas që si farë tensione politike, diplomatike, e para që na kanë godit
ka qenë ushtria. Dhe më kujtohet një rast edhe vjen një atashe edhe thot, unë ty personalisht letrën së mund të dhom, po a bënën e me lexu. Për domoso, për një farasti, pse di atëre, së më kujtohet, tash, mund është edhe me lexu, ju garantoj që ka e lexoj ke lët i shkëshin. Qysh, unë dhe ke me ardhë juve, mi e thonë, që, po, për taksin 100% që atëre. Po. Dhe pasujet mi bardë na. Edhe unë i bada pyet tash. Pra goditja e parë ushtria për një vendim politik. Po, vendim politik, po shqyr nuk ndodhe e qa dash, po letrën e lexuan aty. Ma lexuan zyre, veç që na jemi kjo. Qa thujen atë letrën, nëse mund? Jo, keni me pas pasoje, trajnimet kanë mundal, për krahja, kjo armatimi, trajnimet profesionale, kanë më shkput, ato ushtrimet e përprashta që kemi pas. Edhe në fund për thonë, po pse neve? Pse na jem fajtor, nuk jem na fajtor. Jo tha, se ju një institucioni ma i besushëm, e ndikimit të politikajt të qytetarët është shumë i madh të ju me i godit, se ata s'po marrin vesh. Politika s'po merr vesh. Kështu që, pra, a jemi largu. Edhe hera e fundit ishte mesazh për politikën. Jo, gjithë ndërlidhen, qëre, është në ushtri moderne është kontrolli civil demokratik mbi forcën. Por në moment që një institucion i sigurisë politizohet, është i dështuar. Në qoftë se meritokracia edhe nuk i jepet autoriteti atyre që e meritojnë, ka më qenë shumë problem. Po, të jemi pjesë e NATO-s, është një standard, një proces, e kemi PFMI, dhe më dhënë është partneriteti për paqë, që ne duhet jemi Korta Adriatikut A5, që ende jemi vëzhgues. Të gjitha këto proceset ndërlidhen me diplomacinë dhe me politikën. Unë jam shumë i bindun që, jo e shumë i bindun, po 100% i bindun, ushtria e Kosovës se ka ansi probleme dhe ka standardin. Por, këtu veç më s'mu keq kuptu. Dhe më thonë, në NATO hin Kosova, jo ushtria. Kosova hin NATO. Po. Në moment që hin NATO... Se është vendim politik për hyrjen e NATO. Absolutisht po. Kosova hin NATO, dhe në moment që Kosova hin NATO, ushtria e ka standardin e kry. Dhe kam i kry gjitha obligimet e veta. Bi bazën e standardin, se jemi rrit, jemi bo me qëtu standardin. Po. General, jo vonë keni hyrë në PDK, për keni numrin 7. Shumë ma larë se sa plot të melus të PDK-s. Është një vlerësim i madh për ju. Është të vërtet mund kanë ndëru, mas pare partia, e në atë kohë kryetari Mimli Krasniqi, po edhe gjithë struktura PDK-s, po të njëjtën kohë edhe Bedri Homza tash si kryetari PDK-s, po edhe kryesia e gjitha organet e partisë do një shumë i ndërun edhe i respektun që mund kanë ndëru me numrin 7. Tash, ata e vlerësojnë, nështë e kam vlerësu edhe ma mirë, se në fakt, që në kom fort e interesun me kom pjesë e politikës, s'po thëmë, e kom orrejt gjithmonë politikën, po prap vetë jeta është politikë. Edhe pozitat që i kom po, ka një herë do është më bëdhe diplomate. Je i ri mu pensionu, general. Po, realisht, gjithmonë të i marë parasysh edhe këtë farë katrahure në politike, po thëmë në Kosovë, nuk kom pas në interes, sinqerisht po thëmë. Por, une, po e thëmë kështu, e para që mund ka shty me hinë këtë loj, ose në këtë garë, që është dhe të thujmë, politike janë ata mishtë e pres tonë, e lider tonë, që po gjykuan padresisht atje. Ka qenë një farfor me një kërkesë e tyre, edhe të tjerë këtu, nuk diskutohet. Edhe të tjerë këtu, dhe në fund, mas 1-2 vjetë e gjysë që u pensionova, e ka marrë atë farë vendimi, po ka njerë për duket këgja interesant, sepse na kish pas mungu komunikimi me njerëz, edhe me familjare, ma të gjënë edhe... Komunikimi civil. Civil, bash. Se na kemi qenë veç kështu. Dhe më dhonë veç atje kemi po dhe s'kemi po në këtë pjesën tjetër, jemi kënë të fokusun atje. Po, mu më kanë ndërruë, dhe më thonë edhe unë njëna shumë krenar që jenë pjesë e Partisë Demokratike, e di se ka vjen edhe qysh vjen Partia Demokratike, qatë sa muj edhe di ka me dhonë kontributin tem. Kam edhe 2 pyetje, general, se jemi fare në fund, kemi kalu ma shumë se një orë.
kush e ka ushtrinë më të mirë në rajon? Nga Kroacia e poshtë? Jo, më të mirën... Nuk po flas në aspektin e pajisjeve ushtarake, po flas për ushtri të shkolluar, të disiplinuar, të trajnuar. Une e thash ma heret, do të thonë që na jemi kon lider, edhe besoj që jemi lider, pavarësisht kryne, do të thonë, çështjeve nashta dhe politike, diplomatike që ka një herë bohëm, nuk e luajmë lojën mirë që duhet dhe mund të kemë edhe jo mos pajtim, po mos pajtim në menimi, po thëmë kështu. Po unë menoj që me gjithë këto trajnime, shkollime që i kanë pjesëtarë të FSK-s, na jemi shumë përpara sepse kemi pas mundësi. Do të thonë që ne gradualisht të ndërtojmë edhe të arrisëm mbi bazën e standardeve të një ushtrie moderne dhe profesionale. Kemi stagnu pak në këtë kohën e fundit, janë eliminu edhe disa trajnime që kanë qenë po graduale, po fatbarësisht, do të thonë miqtë dhe partnerët tonë nuk e vlerësojnë momentin politik sot çka mendoj unë, po ata mendojnë që çet forcë edhe çet ushtri ma tren botë dhe ma moderne në botë e kanë rrit vetë, bashkarisht me ne. Dhe tash nuk mundem me u krahasu me Kroacinë, po edhe me Shqipërinë sepse janë pjesë e NATO-s sot. Edhe na duhet me bo gjithë shka që me arrit edhe na me konkra miqve dhe partnerve, po edhe të regionit, po edhe ma gjanë. Po, absolutisht... Komision angazhimi ju i besoj në politikë. Po një prej elemente, unë nuk kam në zanat tjetër. Unë s'merna në fakt me ekonomi, se kem bedriun. As nuk merna me çështje drejtësisë, sepse kem të tjerë. Unë që të zanatin dhe më bëshprejna kështu që e di, kur që mos musha me bo një këshill më në epi, sepse e kemi bo një përvoj, një eksperiencë shumë vjeqare në këtë. Por qëllimi është që ne ta forcojmë, ta modernizojmë, ta trajnojmë, ta ngrisim kuptimin profesional forcën, kështu që zotë e rini kemë mjaftueshme, vetëm duhet me ngrit moralin e motivin e ata me konë të gatshëm në çdo kohë, në çdo moment me kry detyrat dhe misionin e vetë. Shikues të nderuar, miq, po ta kënaqësin me bisedu me generalin Rahman Rama. Ai është në pjesë e PDK-s, është me numrin 7, me 28 dhjetor, do të jemi në zgjedhje. Unë mbështes profile, veçanërisht zotin Rama në këtë garë, kështu që mirë është me votu edhe jo. Mirupafshim.